Me thënë drejtën, përshtypjet e mia për Panajirin janë përshtypje shumë të mira. Unë jam entuziazmuar për këtë numër kaq të madh të njerëzve që kanë ardhur dhe vizitorët dhe që kanë pasur një interesim kaq të madh, aq më shumë nga muslimanët, por jo vetëm kaq, por edhe nga tjerë që kanë qenë jo muslimanë. Po gjithashtu edhe organizimi ka qenë një organizim shumë i mirë, i përsosur dhe i sistemuar dhe nuk ka pas as edhe një problem, edhe shqyqur për Zotin inshallah dëshirojmë që përsëri kështu këto lloje të jenë. Por gjithashtu ajo që është më kryesorja që është bërë në këtë Panajir janë gjithë ato si thosh ato panelet që janë mbajtur aty me tema të ndryshme, trajtime për tema të ndryshme që kanë lënë shumë përshtypje të mira, por edhe që kemi përfituar nga njëri tjetri në eksperiencë edhe në përvojë edhe në shtytje për punë edhe për tes më para dhe shumë faleminderit inshallah takohemi përsëri në Panajir të tjera më të mira dhe më të gjallëruara, domethënë me më shumë njerëz të cilët vinë këtu. Mirupafshim.